Transmetohet nga Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Agjerimi dhe Kur'ani do të ndërhyjnë për besimtarët në ditën e gjykimit. Agjerimi do të deklarojë: Zoti im, unë kam privuar nga ushqimi dhe marrëdhëniet me bashkëshortën gjatë ditës, andaj pranojë ndërhyrjen time për të. Kurse Kur'ani do të deklarojë: Zoti im, unë kam privuar nga gjumi i natës, andaj pranojë ndërhyrjen time për të. Dhe Allahu do t'i pranojë ndërhyrjet e tyre. I dashur vëlla dhe e nderuar motër, përveç se e kalojmë me agjerim ditën në muajin e bekuar të Ramazanit, le të mundohemi që t'i përkushtohemi dhe leximit të Kur'anit, nga se vlera e këtij muaji erdhi pikërisht për shkak të zbritjes së fjalës së Allahu xhelleshanuhu, e që është shpallja e Kur'anit në natën e Kadrit në muajin e bekuar të Ramazanit.